Kampionati lokal I shkollave të arsimit parauniversitar në Shah në Korçë vijon me ndeshje të luftuara dhe rivalitet të fortë mes nxënësve pjesëmarrës. Pas përballjeve të fundit në fazën e grupeve janë përcaktuar renditjet aktuale në grupin A, B dhe C, duke dhënë një panoramë të qartë të formës së ekipeve dhe garës për kualifikim. Në grupin A kryeson Rejan Çollaku me 4 pikë, duke u shfaqur si një nga pretendentët kryesor. Pas tij renditet Frenki Zeka me 2.5 pikë, ndërsa Fejon Dvorani dhe Anteo Lamçe ndajnë nga 2 pikë secili. Mëtej, Ilia Dimashi ka grumbulluar 1 pikë, Konstantin Mitre 0.5 pikë, ndërsa Nergi Dylmishti mbetet ende pa pikë. Në grupin B, në krye qëndron Kleu Ismaili me 4 pikë duke dominuar ndeshjet e zhvilluara deri tani. Damian Daullari ka 3 pikë, ndërsa Dejan Nuhu 2. Amila Çorbaxhi ka siguruar 1.5 pikë, ndërsa Angel Krasta 1 pikë. Klejda Lamçe ka 0.5 pikë dhe Keltion Qytezi ende nuk ka mundur të marrë pikë. Ndërkohë në grupin C gara është me ekuilibruar me Juri Babasuli dhe Aselin Leka që kryesojnë nga 3 pikë secili. Stjefi Thëngjilli dhe Geraldo Dervishlari ndjekin me nga 2 pikë, ndërsa Aurelia Hoxhallari dhe Elio Çikuku kanë nga 1 pikë. Ernest Lipi mbyll renditjen pa pikë. Kampionati I Shahut po dhuron emocione dhe përballje interesante, ndërsa pritet që ndeshjet në vijim të përcaktojnë përfundimisht shahistët që do të avancojnë në fazat e tjera të këtij aktiviteti sportiv mes shkollave të qarkut të Korçës.